Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Shqipëria. Po, Shqipëria vërtet. Qëndrimet e tyre unë i di. Nuk ka nevojë fare të mi përsërisin edhe tash ndrim, se isha 2 orë në takim me ta. Pra, qëndrimet e tyre janë shumë të njohura për mua, por ajo çfarë mund të them është që pavarësisht afrimit ton, nuk ka afrim nga ana e tyre, përkundrazi me këtë keq lexim ka largim. Unë vi prap nesër në seancë si më ka thirrë kryesuesi Avni Behari. Unë qëndrimin nuk e barazoj me emrin. Qëndrimi është ai që Albulena Haxhiu, nëse nuk i merr 61 vota së paku me votim të fshehtë, tërhiqet nga kandidatura. Ky qëndrim s'ka qenë më herët. Këtë qëndrim për herë të parë kemi dëgjuar dje. A ka ndukush për juve që ka dëgjuar më herët këtë qëndrim? Ky është qëndrim i ri. Po emri nuk ka ndryshuar, sepse emrin i propozon subjekti fituesi i zgjedhjeve. Pra qëndrimi është i ri, sepse po sfitoj Albulena, ne do të detyrohemi që më pastaj të sjellim emër të ri. Po deri tani nuk ka pasur emër të dytë. Tash, nëse Albulena nuk i merr 61 vota, do të ketë emër të dytë. Po duhet ta provojmë këtë gjë. Së pari, ajo çfarë nuk po kalon për shkak të bojkotit opozitar, që po e pamundson quorumin përkatësisht konstituimin e kuvendit, nuk është Albulena Haxhiu, por komisioni për votimin e fshehtë. Opozita është shumë më tepër kundër votimit fshehtë se kundër Albulena Haxhiu. Nga të gjitha këto seanca, vetëm 1/6 e tyre kanë qenë për emrin Albulena Haxhiu. Vetëm 1/6. 5/6 e seancave janë për komisionin për votim fshehtë. Pra, partitë opozitare nuk e kanë problem Albulena Haxhiun sa e kanë votimin e fshehtë. Shtrohet pyetja pse e kanë kaq shumë problem me votimin e fshehtë. Nëse janë aq sigurta në vetvete, pse nuk e lejojnë votimin e fshehtë? Le ta bëjnë votimin e fshehtë. Qytetarët kanë votuar fshehtë apo jo? Le të votojnë edhe deputetët fshehtë si qytetarë. Pa presione. Unë nuk e di Albulena Haxhiu ai ka 61 vota me votim të fshehtë. Por m'ju thon drejtën, ky kundërshtimi i madh opozitar ndaj votimit të fshehtë, po më shtin pak më shumë e besu që mbas edhe i ka 61 vota. Nuk jemi të kurrë strategjie tjetër, por të një mënyrë që e parashë edhe kushtetuta. Votimin e fshehtë. Ju e pa që në Gjermani, kryeministri, kancelari atje Friedrich Merz, partia e cilit nuk i ka marrë si vetëvendosja 42.3%, por 28.3%, u votua me votë të fshehtë. Vota e fshehtë është po ashtu institucion demokratik. Është mënyrë e paraparë në rregullimin juridik e kushtetues të Kosovës. Le ta provojmë votimin e fshehtë. Nëse Albulena si merr 61, na pesjellim një emër tjetër. Sepse është propozimi i subjektit tonë. E kemi propozuar me votë hapur. 60.000 vota me votim të fshehtë. Edhe prej kujt i keni të Nëse i kemi 61 vota, ajo bëhet kryetare. Nëse si kemi 61 vota, ajo nuk dëshiron të testohet më. Aktuale gjeopolitike është mungesë përgjithësie nga gjithë zgjedhjet e popullit, përfshirë partitë fituese në lëvizjen vendosur duke mos i krijuar situatë të reja. Shiko, nëse nuk do të arrija të formoj qeverinë pas konstituimit të kuvendit, është përgjegjësia e lëvizjes vendosur. Por mos konstituimin e kuvendit, përgjegjësia është e të gjithëve. Dhe populli kur na ka dhënë votën si vetëvendosje, nuk na ka dhënë vetëm për përgjegjësi, por na ka dhënë edhe për pushtet. A kuptoni? Populli nuk të voton vetëm për me qenë përgjegjës, po të voton edhe për me udhëheq. Populli të voton si e më i miri, populli të voton si e më i drejti, nuk të voton vetëm për me pas përgjegjësi, a kuptoni? Populli ka ndëshku opozitën. 4 vjet kanë qenë opozit, edhe i la me 24 dhe me 20. Tash po thojnë ndryshat ti. Kjo nuk është në rregull. Më falë, besoj. Unë mendoj që kur kemi parasysh propagandën, ti je më i madh se partia numër 2 dhe 3 marrë së bashku, kjo është e paparë në Evropë. Ma gjeni shtet tjetër në Evropë, ku partia e parë është më e madhe se e dyta dhe e treta bashkë. Shqipëria. Po, Shqipëria e vërtet.
sjellni për veta fshehta, a mund të shku papërësisht. A mund të shku edhe 10 vjet për komision. Shikoni, ne këtë mund ta kryejmë nesër. Po nëse s'ka lojsh. Po, a kuptoni, nëse s'ka lënë me votat në fshehtë, na sjellim emër tjetër. Komisioni, një dy komisioni. Po komisioni, tash unë nuk e di çka do të bëj kryesuesi javën e dehore. Mirë, po ne marrëveshje këtu nuk kemi. Dhe duhet ta kuptoni që vetë vendosi është subjekti fitues. Dhe tjetër kush nuk mundet me propozu emrat tonë për neve. Ne jemi më të mëdhaj se PDK-ja dhe LDK-ja morë së bashku. Veç edhe në Shqipëri ka një shembull gjajsh. Askund tjetër në Evropë. A ka një shembull tjetër në Evropë? Veç në Kosovë dhe në Shqipëri subjekti i parë është më i madh se i dytë i tretë morë së bashku. Mos e harroni në shkurtën, se shikoni, nëse më kritikoni në vitin e 4 të qeverisë së tretin, mund të shohim se çka kemi bërë ndërkohë. Mirë, po zgjedhjet na i patëm tash. Shtrohet pyetja nëse pas me qeverisë kaq keq që po thot opozita, pse e dyta edhe e treta së bashku nuk bojnë sa e para? Pse? Pse kryetari i PDK-s dhe kryetari i LDK-s udhëheqin parti që marrë së bashku nuk bojnë sa e para? Pse të mos e provojmë votimin? Gjashta e seancave nuk ka kalu Albin Haxhi. A s'është mjaftuar me kuptuar që ajo zoja nuk i ka vota? Ta provoj votimin e fshehtë dhe nëse si ka vota në votimin e fshehtë pendrojmë emër. Ta provoj votimin e fshehtë. Po jeni sigurt pasita me fond, ta provoj me një emër të ri. Ja, në seancën tjetër. Me një herë sjellim emrin e ri nëse herën e parë. Jo pa u provu Albin Haxhi. Qëndrimet e rame i ti, tani si të gjejmë rrugë zgjidhja, ka ndonjë alternativë tjetër, ato kemi takime të tjera, e përmendur Po, shikoni, unë kam ftu takime në brell. Nuk veshin. Në maj do veshin do s'veshin. Sot derdhen gati krejt. Mirë është kjo punë. Mirë po unë po them edhe një herë, keq leximi që i kanë bërë akt gjykimit, gjykatës kushtetuese është problemi i madh. Kjo do të na largoj. Çka pasjes të bashkëpunimit këtë do të kurti në rast se nuk gjendet ndonjë zgjidhje siç e ka përcaktuar gjykimi i kushtetuesës që ka dhënë afat 30 ditë për ta konstituar organin. Çka ndodh pas 26 korrikut? E duhet ta pyetni gjykatën kushtetuese. Ta pyetni gjykatën kushtetuese, kështu siç jeni këtu. A do e pyesni ju? Jo, siç jeni këtu, po interesimin e shfaqt ju. Siç jeni këtu, shkoni te gjykata kushtetuese, ju lutem, edhe pyesni gjykatën kushtetuese çka bëhet mas 30 ditë. Ju jeni të zgjedhurit e popullit, mund ta pyesni. Po pse s'po e pyesni ju nëse keni këtë interesim? Ama unë po ju them, shikoni, po ju them që kjo pyetje është legjitime, veç që adresa nuk është legjitime. Nuk pyetet kryeministri për këtë gjë, se nuk e din kryeministri. Atë gjykimin e bën ata. Ata që e kanë bërë atë gjykimin, do duhet t'ua sqarojnë juve, si gazetarë nderuar, çka ndodh me Kosovën me 26 të 27 korrik. Edhe unë e marr vesh përmes juve pastaj. Ta që kanë smejuar në takim, a keni këtu sërish në këto mes 28 orëve, sërish liderët për mund me gjithë gjithë, me që se kanë smejuar, dhe është një hap pozitiv. Mund t'i ftoj, por ta keni parasysh që takimi e mbledhjet nuk janë më lajm. Ajo që është problemi kryesor aktualisht është keq leximi i akt gjykimit gjykatës kushtetuese që është shndruar në keq interpretim publik nga ana e Partive Kombëtare. Faleminderit shumë, e mirupafshim.